Nuk mendoj si ty për pensionet, nuk mendoj si ty për taksat, nuk mendoj se du të jem unë brenda partisë tënde. Deri këtu në raport me pretendimet e PD-s ke shumë të drejtë. Po. Fakti që se duhet të jetë një njeri që mendon si po themi rasti i për faktin që nuk janë bërë bashkë. Rasti i lëvizjes bashkë. Është i parti, të cilën unë kam thënë është e ekstremit majt me ato që kanë thënë për lidhje me Fondacionin Rosa Luxemburg, ti e di se kam shkruar për ta. Jo, unë e di, po çfarë është Fondacioni Rosa Luxemburg, ta dëgjojnë këta se Fondacioni Rosa Luxemburg është një fondacioni i ekstremit majt, domethënë, i cili lidhje ka lëvizje bashkë me. Po se janë financuar nga ai fondacion, domethënë, kështu që ka ndonjë gjë të jashtëligjshme këtu nga fakti që janë financuar. Nuk është puna se nuk është se është e jashtëligjshme, por ai fondacion e para një promovon ekstremin e majt. Dhe e dyta punës është thellësisht i penetruar nga ish agent të Stasit. Kjo të bën dyshosh pastaj se çfarë qëllimesh mund të ketë ai fondacion që financion Shqipërinë. Po mirë, nuk është e jashtëligjshme. Jo, nuk është e jashtëligjshme. Por mua më bën të dyshoj për këtë. Tani, një njeri i cili mendon që Enveri kishte të drejtë, pse duhet të jetë me PD njëherë? Ai normalisht është jashtë PD-s. Kështu që ai nuk mund të bëhet me PD-n. Po ti nuk mund të thuash ti je Vegër Lila Ramës. Po mirë. Sepse ka njerëz që nuk mendojnë si PD-ja ore. Po rrim tash për të shpjeguar këtë. E pranoj këtë. Fakti që nuk kanë shkuar këtu, këta nuk kanë të drejtë që t'i quajnë paterica, ikin këtu. Fakti që këto nuk janë bërë bashkë. Fakti që nuk janë bërë bashkë është ajo që thash. Dhe fakti që tani gjitha votat opozitare që hidhen për këto parti në një farë mënyre çajnë votën opozitare. Jo, nuk e çajnë votën opozitare, sepse për shembull Lëvizja Bashkë merr vota nga PS-ja, merr na e majta, nuk merr na e djatha, nuk ka ndonjë të PD-s që voton Lëvizjen Bashkë. Kush e voton Lëvizjen Bashkë nga PD-ja? Asnjë. Nga do i marri votat Lëvizja Bashkë? Nga PS-ja. Është e vetë kuptueshme. Pra, dhe këto të tjerat, dhe fundi fundit, ka një diçka aty. Kodi zgjedhor i yni është ndërtuar në mënyrë të tillë që votat përgjithsisht nuk humbin në totalin e tyre, por do ndahen midis dy partive të mëdha, midis atyre që i kalojnë pragun. Dhe nga në mënyra se si do jenë raportet, përgjithsisht ka funksionuar që PS-ja ka marrë 55% të votave që nuk janë llogaritur se s'kan kapur pragun atë parti, kurse PD-ja ka marrë 45% tjetër. Kështu është ky rajonali proporcional. Favorizohen dy partitë e mëdha. Përveç rastit kur del në një parti tek pull si PSD-ja ose si LSI-ja. Por në pjesën tjetër, këto vota, 55% do i marri PS-ja, i ka marrë deri më sot PS-ja, 45% PD-ja. Dhe nëse PD-ja del me më shumë vota se sa PS-ja, 55% të këtyre votave do i marri PD-ja dhe 45% PS-ja. Kështu është ky sistem. Kështu që në këtë rast të akuzosh ti kështu andej këtej janë gjëra që edhe praktikisht në terren që bëjnë ata. Po, avokat, të lutem. Vetëm 5 minuta, 6 minuta. Po s'më ndërpreve, bëj dhe më pak. Po tash unë këtë punë kam apo do ndërpreza se ti partitë e vogla këto në Shqipëri, po, të reja ose të vogla quheni si duani. Kur ti krijon një parti të re, në politik ti nisesh nga disa gjëra që janë thelbësore dhe këto studiohen te shkencat politike. Po këta që bëjnë politikë asnjëri s'ka mbaruar shkencat politike, ndoshta s'ka mbaruar shkollë. Jo, është ai. Okej. Është Lëvizjes Bashkë këtu. Okej, ndoshta thash re. Okej. Sepse në politikë ka 2-3 gjëra thelbësore. E para është një ky idealizmi i përkthyer gati në një marksizëm-leninizëm, sikur do e the ti më përpara, që nuk është sakrilegj. Pra, nëse unë jam idealist, kjo nuk duhet shikohet me një lloj përçmimi. Kështu e kam unë kultin tim. Okej? Dhe këtu futet fiks partia e Zotit Alin Qorrit. Po deshe voton, po deshe thua ti je le të themi sinonimi ose i partisë së Hysni Milloshit, Partisë Komuniste të dikurshme ose të Marko Dajtit. Domethënë nëse do ta bullizosh sa do pak po flas, sepse ata nuk janë realisht. Kanë një ide tjetër, por nuk janë. Po janë marksist-leninistë në thelb. Këta han buk, i themun han buk veç. Sepse nuk i fut dot ti në as edhe një lloj ekuacioni. Pastaj vjen te këto të tjerët, që do të thotë, ti ose je pragmatist, ose je i shitur. Rrugë të mesme këtu unë nuk shikoj. Dhe të ta shpjegoj pse.
Zoti Lulzim Basha apo zoti Enkeleda Libej mendonte domethënë që Partia Demokratike nuk mund të ishte më pjesë e leksikut tyre politik, sepse ata e mendonin ndryshe. Jo, ata, domethënë Basha e vazhdon luftën për të marrë logën. Unë po them faktin domethënë që kanë krijuar një formacion të tyre politik. Okej. Apo qoftë Adriatik Llapaj duhen ndaluar çik se ai Alibeja e ka hequr dorë fare nga ajo, ndërkohë që Basha kanë krijuar një formacion të tyre politik. Në momentin kur ti krijon një formacion të tyre tënde politik, ke dy mënyra thash. Dhe po ta marr, nuk po e marr me këta, po e marr dhe me Adriatik Llapajn apo me Nismën Thurje. Tani ka dy mënyra. Pragmatizmi apo shitja. Pragmatizëm do të thotë, domethënë, sipas mendimit tim, që ti tani shkon në një formacion ku ti thua që unë jam opozitar me qeverisjen, jo më opozitar thua ti, pragmatizëm do të thotë domethënë që unë shkoj i bashkoj votat edhe me ty, po unë vi si i barabartë tek ty. Pra, Enkeleda Libej nuk shkon të ulet me Sali Berishën si një vartës si Sali Berishës, po shkon të ulet si një kryetar, një lloj si Sali Berisha në tavolinë. Dhe i thot Sali Berishës, unë kam kotat e mia o zotëri tani. I vogël në të voglën time, po kam kotat e mia dhe jam kryetar si që ti. Berishë nuk e ka zgjidhur Enkeleda Libej kryetar, e ka zgjidhur militant e Partisë Demokratike. Dhe këto nuk mund t'i thot ai, domethënë se kam dëgjuar me qindra herë historinë. Ne nuk bëjmë koalicion me PD-n se është Berisha aty, o zotëri. Po ti aty ishe mrena nuk e hoqë dot Berishën nga kryetar llaku. Tani çfarë ti e partim vetë dhe i thua atij, jo nuk dua që ti të jesh kryetar? Domethënë te shtëpia ime ti më thua mua se çfarë çesi do vetë dera ime? Ai nuk thotë që unë nuk dua që ti jesh kryetar, i thotë që u zbëj prapë me ty, se je ti kryetar, po pra se je ti kryetar dhe unë s'dua që ti jetë kryetar. Po që kryetar Redi unë vi e takoj Redin. Po prit më se demokratët kanë zgjidhur Berish, nuk kanë zgjidhur Redin. Dhe nuk e imponon ti dot vullneti e demokratëve, a do të zgjidhin ata kryetarin apo jo? Plus një, dhe ky nuk është më pragmatizëm, ky është idiotizëm i them unë. Ky është idiotizëm. Zotri, ti shkon aty dhe i thua, unë s'jam dakord me ty, për mënyrën se ti si e drejton Partinë Demokratike, por ama unë po krijoj formacionin tim me bindjet e mia, nëse ti do koalicion me mua apo unë me ty, për pragmatizëm politik dhe elektoral, unë do vi aty me kuotat e mia. Po ti nuk i di kuotat se nuk i testuar. Po testohesh, pra pak a shumë ti e di se çfarë. Pse? Po ta shpjegoj pse. Po ta shpjegoj një minutë se duhet ta mbyll. E mbylla më një sekondë, por pse e di? Sepse Enkeleda Libej ka 4 deputet aktual sot, i di kuotat e tia. Lulzim Basha ka 3 deputet, i di kuotat e tia. Ose ndryshe je i shitur. Çfarë do të thotë je i shitur, zotëri nderuar? Je i shitur si puna ti Agron Shehajt, që dilet aty dhe e thot live. Unë po të doja ndryshimin në qeverisje, unë s'dilja shërria të Partia Demokratike. Kjo është shitje për mua. Avokat, ta dëgjojmë, Endri, jo, më duhet sepse do ndjekim këtë reagimin e KQZ-s për problemet me zgjedhje dhe pastaj do kthehemi sërish bashk. Kështu që regjia kaloje tek reagimi i KQZ-s për problemet me zgjedhjet.